Pas nesër është një qershori, dita botrore e fëmijëve. Dikush do t'u blejë një akullore, të tjerë do i nxjerrin nga liçeni, aty ku ka mbetur ende në një copë parku. Dikush do u hap pak lek në xhep, pastaj do t'ikim në punë për të mos u kthyer deri në darkë. Do u përcjellim streset tona, problemet. Do detyrohemi të themi, Rita tani se boll halle kam. Do bëjmë sikur merremi me celularin kur një fëmijë vjen të lyp tek dera e lokalit, apo të fshin xhamin e makinës. Do i bëjmë skip, pa i par lajme që vijnë nga periferitë e Shqipërisë, me prindër që ikin jashtë, në kërkim të punës dhe fëmijë që rriten pa fëmijëri, që në vend të lojrave kanë shqetësime, në vend të lojrave kanë përgjegjësi. Pa folur për fëmijët që janë edhe më të padukshëm, fëmijët me aftësi ndryshe, fëmijët rom, fëmijët e trafikuar që nuk dalin më as në feed, që nuk i lexon më as algoritmi. Skip. E kemi kaluar të gjitha të fazën kur ata bëjnë qindra pyetje, zbulojnë botën, pse kjo, pse ajo. Por pyetjen më të vështirë nuk e kemi dëgjuar akoma. Pyetjen më të vështirë do na e bëjnë kur të rriten. Do na shohin në sy, do na drejtojnë gishtin e do na pyesin. Çfarë bëre ti për mua? Dhe ne çfarë do të përgjigjemi? Përveç se të rrim në kafe e të ankohemi në internet. Vërtet çfarë kemi bërë ne për ta? Kur e kemi ngritur zërin realisht për të ardhmen e tyre? Kur kemi votuar, duke menduar për ta e jo për veten? Kur e kemi ngritur zërin jo në rrjetet sociale, jo, por në jetën reale, për sigurinë e tyre? Ku ishim ne kur 17 fëmijë u helmua në Gramsh me salmonel? Kur kërkuam shëndetësi më të mirë për ta? Kur u ngritëm për shkolla më të mira, mësues më njerëzor e më pak militant? Kur luftuam që ata të kenë parqe të vërteta, mjedis e lojrash dhe hapësira publike, ku mund të ndërrojnë e jo vetëm të mbijetojnë? Dhe nuk mund të justifikojmë më që jemi vend i varfër, sepse parat gjenden për 100 gjëra të tjera, ama kurrë për fëmijët, sepse fëmijët nuk votojnë. A mjaftojnë stories në Instagram me zemrat kuqe? A mjafton të ndajmë postin për fëmijët e Gazës dhe të mos na bëjmë përshtypje fëmijët që mbledhin kanaçe në plerat e Tiranës? Detyra jonë është të rrisim fëmijë që të bëhen më të mirë se ne, e të ndërtojnë një botë më të mirë se kjo që po u lëm ne. Por ndoshta ne po bëjmë atë që kanë bërë shumë prindër me ne. Mbledhim para, kursejmë çdo muaj, sakrifikojmë që një ditë ti çojmë jashtë për një jetë më të mirë se ajo për cilën nuk bëm asgjë për ta ndryshuar në vendin ton. E kështu të ndajemi përsë gjalli me fëmijët tanë. Pas nesër është një qershori, dhe çdo një qershor që kalon, ata bën një vit më të rritur. Ajo dita kur do të na pyesin, çfarë bëre ti për mua, do të vi shumë shpejt. E çfarë do t'u themi atëherë?